Veteran të luftës dhe banor të fshatit Lesku me 1 shtator të vitit 1998 u zhvilluan një ndër betejat më të lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës në komunën e Prizrenit. Kanë mirëpritur ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilët kanë marshuar nga lapidari i dëshmorëve të këtij lokaliteti deri tek kulla Gjimshalës në Eshkovë. Lavdi! I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe kreu i degës së organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Prizren, Isa Berisha, i cili edhe në emër të bashkëvendasve lezian falenderoi ushtarët e Kosovës të cilët po realizonin këtë aktivitet, duke marshuar në vendet ku UÇK-ja ka lënë gjurmë në historinë tonë kombëtare me luftën e saj çlirimtare. Fshati Les gjatë luftës ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh. Është mirë që edhe këta ushtarë tjerë cilët janë rreshtu në ushtrinë cilën kemi dhënë shumë gjak për më marrë të kjo ditë, kështu që në emër të fshatit, në emër të organizatës së veteranëve Degan Prizren, ju përshëndes e ju përgëzoj për këtë marrë që e keni filluar prej fshatit Les. Se ky marsh po i kushtohet pikërisht vendeve të luftës së lavdishme të UÇK-s, u shpreh edhe nën koloneli i Forcës së Sigurisë së Kosovës Zekilia Shkreta. Planifikojmë ato dhe i kena pyet atë rrethët ka ja vlen apo kupton. Se qëllimi o me bë edhe marshimin, po edhe njëkohësisht edhe me vizitu vendet ku kanë qenë në pjesë e UÇK-s. Kështu që faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë, keni dalë me na prit. Vërtet në kënaqësi edhe krenari me marshu ato rrugë që Agimi i ka marshu, domethënë në pranverën e 98-s. Në çdo hap që e kanë bërë sot ushtarët tonë, kanë shkel herojt mëdhenj aty në rrugë. Por që ato është edhe krenari, është edhe nuk di emocion i pakrahasueshëm me asnjë emocion tjetër. Ushtarët dhe prorët që ishin pjesë e këtij marshi ka mirëpritur në kull Fidan Shala, vëllau dhe djali i 3 dëshmorëve të familjes Shala nga Jeshkova. Ai tha se përkujtimi i luftës së lavdishme përmes marshit nëpër vendet ku kanë lëvizur luftëtarët e lirisë është një nder dhe krenari edhe për familjarët të dëshmorëve, u shpreh ai. Luftës për liri u konë që Kosova më konë shtet edhe me pas ushtërinë e vetë, kjo ditë që ju jeni këtu në kanë qenë përvjetore çdo, domethënë nuk kanë mungu FSK-ja prej UÇK-s të MK-s edhe deri te FSK-ja asnjë moment, po kjo sotit është diçka e veçantë që na bën edhe më krenar për sakrificën që është bën këtë vend. Përndryshe unë jam Fidan Shala, babën e kam dëshmor, vllajin Agim Shala, vllai tjetër një vlla ka qenë në ofenzivën e Marsit në 99-s edhe e kanë zhduktur pomën e tij. Pastaj Besim Shala, djali i Axhës dëshmor, edhe 4 kushërinj të afërt, Ymeri, Filmiu, Bajrami edhe Limon Shala që janë dëshmor kushërinj të afërt familjes tonë. Në këtë fshat ka qenë edhe shtabi lokal për brigadën 125 për Prizren, si pjesë e zonës Vërrinit që ka qenë edhe në malësi të Vërrinit që keni kalu aty spitali ushtarak, logjistika, fshati Les, pastaj një fshat i shumë veprimtarëve të mëdhenj si Gjevati, Sala e shumë dëshmorë tjerë. Përveç banorëve të Lezit dhe Eshkovës, edhe banorët e Hoxhës së qytetit kanë përshëndetur dhe mirëpritur ushtarët e Kosovës gjatë këtij marshi, kushtuar përkujtimit të luftës së lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës.